E di që është shumë e vështirë mbas gjitha asaj video, por në fakt sot je ku je bashkë me gjithë këta, bashkë me gjithë ata shqiptari. Për në anën tjetër janë edhe këta cilë faktikisht shumë faleminderit. Allahu të rrit. Mashallah. Faleminderit shumë faleminderit. Halil, erdhëm drejt fundit kësaj gjithë shka që jemi këtu bashkë, para se mi publiku dhe më thonë edhe dhanat e sotit, kërë që duhet pa tjetër edhe fjalla jote. Fjalla jote për gjithë ata shqiptarët faktikisht që cilët po na shikojnë edhe këta në këtë momente, por edhe cilët janë sot bashkë me ty, bashkë me jetimat e Ballkanit. Faleminderit shumë nga. Atëherë Labi tha, veç po I vje fundi, unë e krejtë më ndryshe, po thëmë, po startojmë tani fillimi. Jetimat e Ballkanit me disërit. Paraqitemi midis Syriut me bashkat dhetarët tanë. Për ty, o Muhammed, me të thonë se edhe pse pa babë nuk je vetë. Për ty edhe Krist. Se shqiptarin gjithmonë e kanë ndihmu. E me ty me të kallëzu se na gjithë bashku jem krah tonën edhe Muhamedit edhe Kristit, të gjithë së bashku, të gjithë shqiptarët për shqiptarët. Shumë shpresoj që këtë të bim do këthen buzëqeshjen të shumë kush. Unë jam para jush me plot emocione. Me ju thonë qësh në thanë hoxhalart, a I cili nuk është mje njohës robit, nuk është edhe Zotit. Mi u thonë faleminderit. Faleminderit pi tokës në qilë. Dhe lumët ju, që kafshatën e juj, edhe djerësën e juj, e dërgoni që të kthejhet një lot I mërzis, një lot gëzimi. Unë e ndjej vetëm të obligum me kanë mirë njohës për tanë jetën. Jo për kërgja tjetër, se mendimat e juj, që ju I keni dhonë, më shumë e keni ndihmu vetë vetën. Ama ajo që ka unë përdu me ju thonë faleminderit juve është që më dhatë mundësin shumë kokat jetimave të ledhatoj, e shumë nona t'i përqafoj. Faleminderit Hoxh Halil Avduli, faleminderit I nderuar profesor Musa Musaj, faleminderit shumë Labi, faleminderit Arjan, faleminderit Takaluki qysh Rahim Struja, faleminderit Nisret, faleminderit baba me 2 djemt, avokat shqiptar këtu në Zvicër, që kanë mundësu që zyrtarisht jetimat e Ballkanit të hapin shoqatën këtu në shtetin Zvicran, me ligje zvicrane pa asnjë pagesë vëllezrit Maleta. Faleminderit flamur aktor I jonë në Gjermani e New York I Tetovës. Faleminderit Javed, biznesmen nga Londra. Faleminderit Ilir Sinani,
menaxher i Jetima Ballkanit në Gjermani. Faleminderit ju pjesëmarrës, gjithë ju që keni ardhur këtu prej Suedije që kanë ardhur. Faleminderit habibat e mi prej Italie që kanë ardhur. Faleminderit gjithëve. Unë po du me ju thonë, përveç krejt këti aktiviteti që e para pik e ndjem obligim në vetë tonë, edhe kem qef me këtë aktivitet, me këtë bagazh, me këtë punë tonë, me i dalë Zotit nesër për para, por nga gjithë ky aktivitet, tash me 25 nëntor, pra muin tjetër, Jetimat e Ballkanit i mushin 10 vjet aktivitet, kemi mësu shumë, kemi mësu e pash një pamje se në bosh shumë, o gjemat, vallahi në bosh shumë, edhe së më pimbaj men gjithë, janë 800 familje që në bo me strehim, edhe se cila ka historinë vete, se cila familje, ka një rrëfim vete, gjokësatar në bajnë shumë gjana, kemi thonë shumë herë, për në bje me përsërit, është një minutazh e shkurt që ju e shihni, ama që na e përjetojmë është shumë diçka ma e rëndë, sepse ndëgjojmë lloj historie, një pamje që pashun vjet në Malishev, mungesa e strehimit kishte ndash 7 vjet babën nga evlat. Edhe një iniciativë e vogël, një ndihmë e vogël, përveç strehës, kur kemi shku me vizitu ata fëmijë, nuk më thanë Halil, një mëna ta kem një shtëpi. Më thanë Halil, një mëna tjetoj me babën. Sepse mungesisht e shtëpia e baba jeton të dikun 50 km larg fëmijëve të vetë. Edhe pse 50 km për këtu është një kilometrazh jo shumë e madhe, po kur s'janë mundësit me shku me i vizitu fëmijët çdo ditë, baba shkon të një herë në muaj. E një iniciativë krejt e vogël u bo, që përveç se u bon me strehim, u bashku familja, u bashku në fëmijët me babën e vetë. Krejt kërkohet një iniciativë e vogël që të bohat diçka e madhe. Ama kur na gjithë inkuadrohemi gjithë nga pak, edhe bojmë këtë punë që po bohat, se sen si jem të e bo na, mos të shiu. Kur gjë hiq. Unë e parës, kër i përmena me emra, unë e ka marrë prej Kosove, realisht ka marrë prej Anglije, unë, ama pronari Abi Qarshis është këtu edhe unë e falendroj shumë, sepse ka arë prej Prizreni. Ma bo halal nuk përmena shumë, edhe du t'i falendroj Sadikun, pra që ka organizu me stafin e vetë. A qaj djali që aty qaj para kompjuterit është i saki, Zoti kur më se hupt. E gjithmonë faleminderit RTV pendimin çdo iniciativë tonën, është mrapa neve, Hevzi, faleminderit shumë, Allah i shpërblift. T'jesh çdo ditë me një derë. E para, kur qohesh në sabah, edhe të nisësh për në aksion, të mërthejnë do emocione, do ethe, a thu sot shka keme ndëgju edhe shka keme pa. Nuk ka as një aksion që na jem kon e mos të kemë mësu diçka na për veti. Na kemë mësu. Ajo kujtohet ditën e Bajramit, kur na gjithë i kthejmë sofrën e Bajramit,
edhe hajmë me familje tona, edhe mundohemi përgatitemi për atë ditë shumë më herët, i përgatisim edhe fëmijët me veshje, edhe vetveten tonë, edhe ushqimin tonë, i jepim edhe shtëpisë aromë Bajrami. Stafi i jetimat e Ballkanit asnjëherë nuk han drejt Bajrami me familjarët e vet. Por ajo që neve në kapin ethet, ma përpara, jo pse unë do të mungoj në sofrën e fëmijëve të mi, po ta gjejmë një familje, ta gjejmë një jetim, që sot ta ham drekën e Bajramit me to, me familjen e tij. Bajramin e fundit ishim në Kumanov, vlla edhe motër, pa bab edhe pa non. Gjatë rrugës pi Prizrenit në Kumanov, po ma tregojnë biografinë, historinë e këtyne dy jetima. Sado njeri që dëgjon, e dëgjon tjetrin kur ligjeron, kur tregon, është krejt më ndryshe nga ajo kur ti e përjeton. Po shkojmë në Kumanov, u taku me njerëz të tanë atje, po shkojmë te familja. 18 vjeçar djali, 16 vjeçar vajza, vlla e motër. Vllavin të folme kishte problem i smur, që lusim Allahun inshallah shëron ata dhe çdo të smur. Motra që më nalon neve pa tekst. E para, pamjet ku ishin prekse, ku jetonin dy jetima. E dyta, sa do na që ishim mundu me shku me u konë drejt Bajramit aty në dëve, na ishim plotësisht vetëdijshëm se dynjon me jadhon, atë ditë ata kishin dëshirë me konë baba edhe nonën drejt Bajramit. Me i thonë babës edhe nonës, e gëzofsh Bajramin. Hitëm të emocionum, u mërzitëm me pamjet kur i pamë se ku për jetoj. Po ma shumë u mërzitëm se nuk kishin përgadit kur gjë me hongër për drejt Bajrami. Po nisëm me bo inqizimin, me marrë një intervist. Djali u mundu me në thonë disa fjalë, por vajza në këputi këmt. Pa bab, pa nan, pa tardhme, pa shpi, kush bo rahmet. Tha Baci Halil, gjatë fjallës saj, Allahi pak në ka marrë, e shumë në kalon. Vajza, po thot Allahi pak në kalon, pak në ka marrë, e shumë në kalon. Ja ka marrë babën, ja ka marrë nanën, në kushte trona, edhe une po nisi, po dridhi, po mundohem me komandu lotin, se komandoj dëtë, po thëmë subhanallah, e pse thu që Zoti pak në ka marrë, e shumë në kalon? Thot po, a nuk duhet mi thonë falemderit Zoti se më kalon mu gojë, vllavi po ka problem me folë, më kalon mu dur, e mu kom, që unë me i boj hizmet vllaut, e me paskon edhe unë në karocë. E keqja nuk ka skaj, na po marrim mësim nga një vajzë 16 vjeçare jetime. Me çato kushte, edhe duke i thonë Zotit faleminderit, të paktën në kelo mu, që t'jem hizmeqarja vllavit tem. Ishim në krajk të Hasit. Neve
ka i herë në përputhën e historit të familjes edhe donatorit. Në kraj këtë hasit për shkoj me vizitu një familje, por gjatë vizitës tonë, donatori që kishte arë një person këtu është ka olteni dikun i Zvicrës, tha kam bo njetë me gëzu një familje vetë me shpi. E zgjedhëm që tonë në krajk, po gjatë rrugës po të regon, thët, ka vdek djale 25 vjeqarë. Mi kalon do pare anash, është parja ti. E unë du të akzoj një familje me parën e ti, për shpirë ti. Kur shkojmë të familja, qka me pa të merë. Gjatë historisë që përna të regojnë familjari, po thëtë Halil, më ka vdek një vajzë 13 vjeqare. Tjetrin apeshe me oksigen, e kam dita ditës. Meraki vetëm i babës, kur është pështet për muri, se që kjo djallë që kam smur, më smu nga që kjo myk i malë. Tha të paktën mës të më shkon pa që atë shpi se ka lypë shumë. Shumë e ka lypë. E na shku mi thonë, na këna arë me të njësë që atë shpi. Inshallah djallit ka ymër. Gjithë prej neve e ngërthen një historinë vete. Gjithëve. Se cili është i sprovu me diçka. Jeta kësaj bote është të lashe. Dikush gjumi se zënë, se s'ka çka me dhonë fëmijëve. Dikush bollëk ka, po së një zënë fëmijën mi të bu, mi afru, mi o thonë, ha. Jeta është të lashe. Por gjithë këtë të lashe e regullon që i loti jetimit. Kur buste ti shpojnë 7 qithë, thëtë o Zotë, shpërbleje këtë aqë që më një mëj. Mos në gureni, mos hezitani, se cili nga ju kanë mahal, nuk është të thome për mes jetima Balkanit, në lagjen, në katun, në qytet, në gjithja një dorën. Po përfundoj, pasha Zotën, më vjen marre, edhe këtu kër jam para juve, une nuk e meritoj gjithë këtë nerë, se ju më keni bo, unë marrë në që ditë. E një ditë, një plak, po më nalë, plak. A dhe po thëtë, unë kam andru me të pa, am len me t'i pudhë durët. Tha shë aqësh marre për mu, duarën duhet me t'a pudhë unë ty, e jo ti mu. Thëtë po, ama këto duarë, vesa jetimin e kanë ledhatu, tha bolë kam shka mi kalëzu Zotit unë. E ato na keni dhonë ju, falenderit shumë, Zoti kur më suhur. Zoti ju shpërblet, në bëni halal që keni gjithë ko, ju jena me njohës presëm në vizitoni. Shumë falenderit. Zoti ju shpërblet. Halil. Falenderit për këto duar trokitje të mdhaja për Halil Kasratin, por unë e të regoj shumën e mbledhur sët, edhe duar trokitjen pas saj shumë për juve. 95.000 frank, 5.000 euro. Falemderit! Falemderit! Zoti kur më suhub, Zoti është problem. Falemderit shqiptarë, falemderit se cilët për juve. Halil, Zoti të ruj ty, e i pash familja jo të gjithat mirat e Zotit, e pash përkrahjen gjithmonë shqiptarve që shekitire me sët, e në anën tjetër, i thëmë këti mikut që në kam bledhë sët, sa diktolaj bashkë me shoqninë e vetë, bashkë me retin e vetë, të prif të mara vla. Pash fatë gjithat mira, Zotit përblet. Falemderit gjithë ju prezent. Falemderit. Zotit kur mësë ju hubë, shihemi në gëzimin e familjes radhës. Falemderit shumë. Falemderit shumë, miru të ka ushim herave tjera. Ju thonë Radio Televizioni Pendimi, më pranë të vërtetës.